Në muajin maj dhe për 34 vite këtë festë organizon shoqata Durrësi Autokton e licencuar për këtë titull feste. Festa e detit dhe qyteti ushqen gjëra tjetra. Programa pjesë e keni ardhur të dashur qytetarë në të festë tashmë tradicionale të qytetit tonë, e cila është lidhur tamam me tekin që na dalë në 10 aprilit të tij. Dhe ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen, edhe njerëzit që do të nderojnë një njerëz të shkëlqyer, që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në detari. Për arsye se ky profesion i detarisë më dha mundësinë dhe kushtet që unë të shëtis jo vetëm i akordon Dashamir Janinës titullin Mirënjohja e qytetit të Durrësit. Më i afërt dhe marrë drejtimin për brindisi. Dhe për më tepër në timoneri që nuk lejohet më shumë se 2 apo 3 veta. Do të vëshë tirari. E qytetit të Durrësit. Kapiten Hamdi Domi është një nga oficerët e marinës me karrierë të gjatë titullin Mirënjohje e qytetit të Durrësit.